Përshëndetje. Në flasim për sa përket të parashikimit të datës 25 dhjetor të 2025-s. Tingëllon shumë bukur. 25 i 12 25. Kjo do të thot një ditë e shënuar botëror. Kemi Krishtlindjet. Gëzuar. Shtëpi e bukurie në familjen tuaj. Gazë e lumturi dhe qofshin të bardha dhe vetëm shëndet paçi. Gëzuar. Një ditë që ka harmonin, ka familjen, ka gëzimin, ka dhe lumturin. Kjo ditë qofte e mbar për gjithë shqiptarët, ku do ndodhen, krishterë e musliman, bektashi e katolik, pa dallim feje, për Shqipërinë dhe gëzuar. Nuk ka dallim, se ne shqiptarët e kemi këtë dhe jemi të vetmit në botë që e festojmë. Dhe vëllezërit e motrat tona në çdo drejtim, çdo pikë synim që vëm vetes e kemi dhe është tradita jonë, që këtë nuk e ka asnjë në botë. Kaq të mbledhur në një grush të vetëm dhe gëzuar në çdo aspekt të jetës suaj. Kjo ditë na mëson shumë gjëra. Kemi një përfat mirë, njëherë do krijuesi çfarë do thotë robi. Kemi një ndikim shumë të mirë planetar që është Afrodita. Afrodita është dashuria. Afrodita është komunikimi. Afrodita është pasuria, por megjitha është jeta. Afrodita në një trekëndësh që bën me Mërkurin, ku është komunikimi dhe mundësia një trekëndësh mjaft favorit, ku na ndihmon për çdo gjë që neve kërkojmë dhe duam. Megjithatë, është edhe momenti dhe koha që neve perceptojmë, rregullojmë dhe stabilizojmë. Megjithatë, çdo gjë që ndodh, çdo gjë që realizohet, çdo gjë që kuptohet, neve dim shumë mirë ta stabilizojmë dhe t'i arrijmë qëllimin tonë. Përpara se të fillojmë parashikimin e kësaj